Kushdo që të ka thonë që sot është vështirë me gjetë punë, më shumë gjatë nuk u kanë mirë informuar. Nëse e din sa të pak gjuhën angleze ose gjermane, ki gjendshmëri dhe ki një laptop, ti mundesh më kryq në treg. Unë kur kam fillu me punu me klient huj, me klient ndërkombëtar, jem konë paralelisht të studiu për një infermieri. Normalisht që si infermieres, ku mujt mi ofru shkallësitë e mia në botën digjitale, se nuk ka ndonjë lloj lidhshmërie. Megjithatë, kom ditë që anglishtën mirë dhe kom pas gjendshmëri ose shkallësi kompjuterike, kom ditë me bën pak folumtime ato këto, e kom ditë me gjetë informata që mu kanë dashur, edhe i kom shfrytzu çdo shkallësi për me mujt me marr punën e parë. Puna jam më parë u ka me një klient amerikan, i cilit ju ka dashur dikush që është kogja i vëmendshëm detaje. Kom pas për detyrë me i kopju të dhëna prej një faqe dhe mi vendos në një Excel sheet. Sigurisht që tu menu jo, se s'ka shansa duket hajgare, dhe besoj që edhe mu ka duk hajgare. Kom thonë jo, se s'pagun kërkush për këtë punë. Ama çuditësh për çfarë shkallësish janë gjendje klientët ndërkombëtar me pagu, edhe që ti mundesh me shfrytzu ato shkallësi që i ki mi ofru edhe mi përmbush ato nevoja dhe kërkesat. E nëse nuk jetu ditë kam janis, unë të ftoj që me na u bashku në rrugtimin tonë për krejt pyetje dhe paqartësit, me na shënu në Nesja_freelance hub në Instagram dhe me ndjek videot e tona të ardhshme në YouTube. Deri videon tjetër, miru dëgjofshim!